Burime bëjnë me dije se përballë togave të zeza, i riu u shprehur se 4 muaj më parë ka qenë polic bashkiak, detyrë të cilën, sipas tij, e ka lënë për t'u bërë pjesë e policisë së shtetit. Gjatë dëshmisë 20 vjeçari ka insistuar në pasionin e tij për të qenë pjesë e uniformave blu, duke shtuar se kjo ishte arsye pse ishte i veshur si polic. Ndërkohë, lidhur me armën e gjetur, i riu ka sqaruar se është imitim, ndërsa makinën e kishte marrë me qira në Astir. Para 4 muajsh kam qenë punonjës i policisë bashkiake Tirane, por e lash këtë detyrë për t'u bërë pjesë e policisë së shtetit. Kam aplikuar për t'u bërë pjesë e policisë, por nuk i kam kaluar të gjitha etapat e kualifikimit për t'u bërë pjesë e kësaj strukture. E kam pasion për të qenë punonjës policie, për këtë arsye i kam mbajtur këto veshje. Në lidhje me armën që i është gjetur, është armë imitim të cilën e kam bjerë në faqe interneti Temu. Dokumentet e identifikimit i kam printuar kur ka qenë në punë në policinë bashkiake dhe i ka plastifikuar në kancelari, të cilat nuk i mbaj mend se ku i kam bërë, por ato janë fotokopje. Automjetin e kam marrë me qira në Astir. Shpjegime të mëtejshme do jap në një moment të dytë përpara gjykatës, ka dëshmuar 20 vjeçari. 20 vjeçari është nën hetim për falsifikim të dokumenteve, mbajtja pa të drejtë e uniformës dhe përvetësimi i titullit apo detyrës shtetërore, prodhimi dhe mbajtja pa leje armëve të gjuetisë dhe sportive. Brasha u arrestua të dielën pasi u ndalua nga patrulla e komisariatit të policisë numër 5, teksa lëvizte me një automjet tip Mercedes-Benz në bulevardin Nën Tereza, i veshur me uniformë dhe stema policore të ngjashme me ato zyrtare.